të mirë, ata të mirë që kanë vdekur pa namaz. O, ju njerë, pse punoni për xhehenem? Pse me hin xhehenem? E veç me trupu për xhehenem? Andaj thojnë njerëzve, o ju njerëz, punoni punë xhenetit. Në krye tyre është namaz. Por njerëzve vllatash kanë vdek, kanë shku te Zoti tyne. Ka pak amel kanë, inshallah imanin e kanë. Tash nisi gjallë, ta më lut, me dhon sadaka, me shku ndonjë haxh, me shku ndonjë umre, me bën ndonjë se sadaka rrjedhse. Nëse nuk i shkon sevap, atëherë edhe sadakaja gjithsesi nuk kryen punë kur gjë. Pra që gjuhën asfaltuar a priori, se edhe sadakaja nuk kryen punë. Ja kryen punë kjo dhe kjo, ja nuk kryen punë asnjëna. Nga se nuk mund të thuash sadakaja nuk kryen punë për një person i cili ka vdek musliman. Por nëse ai ka vdek se jo musliman, vërtet sadakaja nuk kryen punë. Vërtet nuk kryen punë për te. Atë s'kryen punë as umreja. Por nëse sadakaja pranohet, do të thonë këtë për person musliman. E pse këtu nuk për cilësen njeriu si musliman? Ne si ehli sunnet dhe xhamat, o ju njerëz, pasues pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pasues të sahabëve të pejgamberit alaihi salatu wassalam, pasues të gjeneratës së dytë të ashtu quajtur tabi'in, pasues të gjeneratës së tretë të ashtu quajtur tabi'in, e qenë gjeneratat e arta, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lavdruar këto tri gjeneratat. Edhe këtu fillon koha e katër medhhebeve, veçanti Ebu Hanifes që është pjesë e tyne, e Malikiut, Shafiut edhe Ahmedit. Këto katër shkollat juridike dhe këto tri gjeneratat e mëhershme, këto janë Erneku dhe Mostra jon. Këta njerëz thonë të gjeneratat e hershme se ne nuk e qesëm prej dini asnjë njeri për çfarë do gjunahi të ketë bërë, përderisa nuk e bën atë vepër halal. Përderisa nuk e konsideron atë vepër halal, madje. Edhe nëse e konsideron halal, prap nuk del pej dinit na nuk mujna me qit pej dinit, se ka mësi del pej dinit, po na nuk mujna me gjiku që ka dal pej dinit, pa u siguru se ai e ka dit apo nuk e ka dit, e ka pas të qartë apo nuk e ka pas të qartë, se filan vepra apo veprimi i tina është në kundërshtim me parimet shariatike, respektivisht është kundërshtim me Koranin, si fjala vije pirë alkoholit, shembull. I thjesht, nëse ka ndonjë njeri që ta zamin periudhën komuniste të vëllezërit tonë shqiptar të Shqipërisë dhe jetuan 50 vite në komunizëm, dhe lindën gjenerata të reja dhe rritën nën petkun, nën ambrellën e partisë së punës, së komunizmit të Enverit. Nëse ka qenë ndonjë musliman në Shqipëri apo në Republikat Sovjetike, ku komunizmi ka qenë edhe më i hershëm, më përpara, i cili e ka pi alkoholin por kur njët nuk kanë dëgjuar se alkoholi është haram. Dhe ai thot, kjo pije rrushit. Po, domal po rrug mos pi shumë pi pak ku ta diun ta pjell tash e të sodit, por nuk e din, nuk i ka shkue mesazhi i qartë se është haram me fe. Pra, edhe nëse e lejon ai, ne nuk gëzojmë të gjykojmë pa qenë të bindur se atina si ka shku lajmi. Në ndëmi të rëmja kujtue veprën, a di që e të bot diqka, për di që e të bot. Apo e din se del prej feja, nuk po e din. Nga se njerëzit mund të vërbohen, mund të trullohen si në mjegull. Për gjenahëve të shumë të aruna, zata i vërbohen sytë. Andaj këvesh me këthith pak me thonë, apo e din që kjo veprim yti të nxjerr prej feja. E nëse hala vazhdan, atëherë thua s'kem qa me luat me te. Pra, pas e mës të harrojmë se shumë njerëz, ne nuk jem të thonë të lëmë të ata që kam vdek pa namaz. Unë thonë, ne themi të mirë, ata që kam vdek pa namaz. Të mirë, ata të mirë që kam vdek pa namaz. Por, nëse kanë besu Zotin hak, pejgamberin hak, ditën e gjykimit hak, xhenetin xhehenemin hak. Sa hadith e kem, Bukharien, muslimet të tjerë, që Allahu i madhruar në fund, i nxjerr prej xhehenamit edhe ata të cilët kanë sa një thërmi iman në zemrat e tyre. Në transmetime tjera, i nxjerr ata të cilët kanë iman, por ku nuk kanë punuar asnjë vepër të hajrit, lem ya'malu khairan qattu, nuk kanë punu hajr kurrë, ama ka iman në Zot. Kë xhehenam që ndron në zëtë disa gjatë. Ama, kur vje koha me dal njerëzit për xhehenamit, ata që kanë sa do pak iman, Allahu Azza wa Jalla rinxjerr për xhehenamit, në fundit mbesin këta të cilët nuk kanë punuar hajër këtë dynja. Dhe janë djegur, janë bërë thëngjëll këta. Shprehja thëngjëll
janë bërë thëngjell për djegjes së tyre në xhehenem. Allahu Azza wa Jalla nxjerr edhe fut në një lumë të quajtur lumi I jetës. Futen në të dhe kur dalin prej tina, dalin të shëndosh trupat, sikurse kur bin, kur formohen plotësisht. Ju kthehet me lkure, me trupi krejt, përpas që I mesin shenja në fytyrë të xhehenamit, zjarrit të xhehenamit. Dhe me këtë shenja kur futen në xhenet, pastaj I njohin xhehenetlit këta se këta pas kanë qenë në xhehenam. E tani këta e lusin Zotin me vëmë ja hjek dhe Allahu ja hjek dikur dhe këtë shenja. Rahmeti Allahut është I madh. Ne do të punojmë shumë për veti, po edhe të vetëdijsojmë vëllezërit e motrat tona. O, ju njerë, pse punoni për xhehenam. Këtu të muslimanët nuk kanë mesele më nejt për gjithmonë xhehenam. Zotë më se dhasht, ata janë grup jo musliman, por pse me hi në xhehenem, e veç me trupu për xhehenem, pse me nejnë xhehenem një ditë, një vite, me vjetë, pse me vnejt, po do këty që xhehenemi është, për xhehenem, për zjarë, pse më djek, andaj, thojna njerëzve, o ju njerëz, punoni punë xhenetit, në krye tyre është namazi, por në anën tjetër, kës ka pas ndoshta kush e mëson, nuk e ka ditë rëndësinë namazit, pastaj ka agjëru. A mund të më thot mu dikush, a ka logjik që një shqiptar musliman të agjëroj në temperaturë 30, 35, 37, 38, ndoshta se dia më rrin 40 ajo, por temperaturë të lartë, punë tan ditën, ushqim I dopt, sa të dush kanë pas para 80-ave, 70-ave, ushqim I dopt, punë e ran, ditë e gat, vap, agjëru shumë tan ditë. Për çka ka agjëru? Tregom ti më veç bindum që ky se ka pas për Allah. Çka s'ka pas për Allaha? Çka se beson Zotin? Çka nuk e beson që Ramazani shtyllë fesa? Çka nuk e beson xhenetin, xhehenemin dhe rreth ditën e pahungura? Ja, po ke për din, për iman rrin. Imani këtë është elmenajt. Këtë çka ka kuptu se sa I përmbahet. Sigurisht nanat e gjyshet tona ndrojnë pak kahjen. E kanë kuptu se femra do të më mbulu edhe mëte, vraje, varre, rehe, çka të dush bëni ti nana tona për jetë. Nuk e mujt mja hik, shamin, ama ke myt. Në vend e ke myt, edhe pas pare se ka dhanë, po shamin nuk të ka hik. Apo, kur pasha Zotis të ka hik shamin. Ama në vend e kështë vra, e kështë ekzekutu, e kështë virë litar, shamin, nana tona, kur përjes të kanë hik. Tamam? S'kanë falë namaz nane tjetër. E të regën të mu shamin për që e kanë qitë. Për që e kanë qitë? Sepse kanë kuptu që ke urdhër I Zotit. Nuk bën ryshe. Urdhër I Zotit. Po pra, kanë pas iman, ne nuk duhet të shtringojmë senet, më bo khavarij atje, me dalë të Mu'tazil të khavarij. Po në anën tjetër nuk bëmë edhe murxhia, me thonë qërë të zemre mire ki grahi për çka dush. Stakfirullah, jo, pashallahu, jo. Por njerëzve vllatash kanë vdek, kanë shku te Zoti I tyne. Ka pak amel kanë, inshallah imanin e kanë. Tash nesi gjallë, ç'a me bo për ta më lut, me dhon sadaka, me shku ndonjë haxh, me shku ndonjë omre, me bo ndonjë sadaka, ndonjë që thënë se të ka gjerë, që thënë se sa të ka rrjedhë se për ta diçka, po pra me bëndë një punë të hajrit, thonë o Zoti jam, baba hem, ka besu ty hak, ka besu, për ka demel, o ka një ranë, ose se ka ditë namazin shpedion o Zoti jam. A I vdiq para se më nëzanë one ta më në rrita, kuptova namazin, të ma morë rëzët. Unë arrita me bind nanën, se ma le gjallë, që nana për falet. Baba hem diq pa namaz, Zoti jam, e ka besu ty e ti din ma mirë, dhe lutesh për ta. Dhe me ndalu, robët me lutë për babën a. Po mirë, umria është ibadet, bëhat për ta. E që ndikon haqë, e banë për ta. Këtë pejgamberit kanë bo haqë njerëzit për tjetërën.